këtë kohë të vrrueshme ose në këtë jetë moderne, midis të tjerave dhe gratë janë vënë para një stresi shumë të madh kësaj kohe. E dyta, ka rritur shumë mungesën e gjumit. E treta, ushqimi i përpunuar, shtimi i duhanit, shtimi i alkoolit, shtimi i kremrave estetik dhe makiazhit që ka nivele shumë të larta kimikatesh, sasia e ngritur e pirjes së kafes, pirje energjike me shumicë. Çfarë bëjnë të gjitha këto? Në fund fare, këto mblidhen dhe godasin drejt për drejt sistemin hormonal. Sepse hormonat tona janë në formën, mund të themi, si një orkestër, ku secili hormon luan një rol të caktuar në orkestër. Në momentin e parë që vetëm njëri nga kjo orkestër që don si vegël apo stonon, të gjithë ngadalsojnë gjithë pjesën e harmonisë së orkestrës, kështu që e kthejmë një lloj kakofonie. Sepse hormonet janë lajmëtarët tanë të brendshëm që i tregojnë trupit se çfarë mund të ndodhi ose çfarë mund të ndodhë, ose çfarë po ndodh në trupin tonë. Dhe ato fillojnë na flasin nëpërmjet gjuhës tyre, kujt? Nëpërmjet ankthit që u that, ciklit të parregull, fryrjeve, lodhjeve, problemeve të gjumit dhe gjithë kjo stil i jetës moderne që ne nuk e largojmë dot, por kemi mundësi të paktën ta ekuilibrojmë, do sjellë këtë disbalans ekuilibrave hormonal. Dhe midis tyre fillojnë i pari fare është kortizoli nga hormonët kryesorë që është hormoni i stresit, i cili shton fryrjen, ngadalson nivelin e progesteronit, pra ul progesteronin dhe ulja e progesteronit bën që ti jesh më shumë në stres, më shumë në ankth, ti je më shumë pa gjumësi, një cikël edhe më të shkurtër. Probleme me disbalansimin e estrogjenit, se cila kur është në tepris krijon fryrje dhe një kohë ke probleme me aknet, humor të paqëndrueshëm, na jep fryrje ose rreth barkut ose shtimi në peshë, kështu që të gjitha këto do na sjellin probleme me lodhjen, po ashtu dhe insulina, e cila në niveli i lartë i konsumimit të karbohidrateve dhe të ushqimeve që ka nivele shumë të larta të sheqerit, do na sjellin problemet që nga PCOS-ja, që nga dhjami në bark, që nga rritja e peshës e tjere, hormonet e tiroidës janë thelbësore, që ato fillojnë ngadalsojnë çdo lloj procesi metabolik, që nga rënja e flokëve deri tek kapslëku, deri tek temperatura që ne ndiejmë, deri tek mungesa e energjisë. Prandaj, të gjitha këto që ju that, patjetër janë pjesë e jetës moderne që sot gratë janë të goditura.